Deri më sot nuk e kemi ditur se dafina kuron një problem që prek më së shumti moshat mbi 50 vjeç. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin dhe për organizmin tuaj në tërësi. Ato janë përdorur gjithashtu që në lashtësi nga mjekësia popullore dhe për trajtimin dhe lehtësimin e njësër komplikacionesh. Në këtë video do ju sjellim një recetë të vjetër me përdorimin e gjethteve të dafinës kundër problemeve të urthit, stomaku dhe gjithashtu rënies së imunitetit. Gjethet e dafinës janë të pashura me elemente të lartë ushqyes. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhen këta përbërës: 10 gjethe të dafinës të thatë të grimcuara dhe 4 lugë gjedhe me lëkura portokalli të grimcuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I përzjeni këto së bashku dhe hidhni në një tenxhere me ujë, me 1 litër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Pasi të kenë zjerë ju ulëzohet të lini enën që të mbuluhet për 20 minuta dhe më pas çekulloni, ëmbëlsoni atë me mjaltë dhe konsumoni të paktën 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies. Vlerat e gjethteve të dafinës gjithashtu janë vërtet të larta edhe për sistemin tuaj tretës. Nëse doni një tretje më të mirë dhe më të shëndetshme, atëherë përfshini në dietën tuaj përdorimin e gjethteve të dafinës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim shumë të fortë ushqyes në sistemin tretës duke nxitur kështu edhe sistemin e urinimit dhe si rrjedhoi duke ulur edhe toksinat të cilat i kaplojnë shëndetin tuaj. Dafina stimulon të vjellat dhe gjithashtu mban larg edhe problemin e helmimit nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës do t'japin rezultate fantastike kundër stomakut dhe zorëve të trazuara. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve tuaja të frymëmarrjes. Vaji i gjethteve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të lehtësuar disa probleme të cilat lidhen me shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Avulli do të zbusë sekrecionet dhe do të shkatërrojë bakteriet që bllokojnë gjithashtu aparatin e frymëmarrjes. Femra shtatzana nuk duhet të përdorin vajin e dafinës në dietën e tyre, pasi mund të ketë efekte negative të mundshme. Dafina mund të përdoret gjithashtu për të pasur flokë edhe më të shëndetshëm. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund t'ju vinë në ndihmë përdorimi i gjethteve të dafinës. Lageni gjethet me ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurat e thata. Gjethet e dafinës janë një recetë e mirë, fantastike edhe kundër problemeve të inflamacioneve. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të pastruar inflamacionin dhe për të larguar atë vazhdimisht nga organizmi juaj, për të patur një organizëm të plotë dhe gjithashtu akoma dhe më të shëndetshëm. Gjethet e dafinës janë të pashura me element unik të njohura si parthenoide që reduktojnë irritimet e kyçeve në zona të caktuara, të cilat mund të jenë të prekura kryesisht edhe nga problemet e artritit. Gjethet e dafinës janë fantastike edhe për shëndetin tuaj të zemrës, citojnë studimet. Gjethet e dafinës përmbajnë gjithashtu acidin kafeik dhe gjithashtu edhe rutin, 2 substanca të cilat do të përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Rutin forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi juaj kardiovaskular. Ankthi dhe stresi do të mbahen në kontroll me përdorimin e gjethteve të dafinës. Dafina ka efekte të mira lehtësuese kundër problemeve të ankthit, gjithashtu edhe problemeve tuaja të stresit. Gjithashtu, së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj lineol, një substancë e cila do të ulë edhe hormonet tuaja të stresit në organizëm. Gjethet e dafinës do t'japin rezultate të mira kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Gjithashtu, gjethet e dafinës janë një lehtësues shumë i mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak, duke përmirësuar kështu edhe imunitetin. Gjethet e dafinës kanë ndikime të drejtpërdrejta edhe kundër luhatjeve të sheqerit, citoi studimi. Ndaj përdorimi i tyre në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës do të ndihmojnë edhe në shëndetin tuaj tretës.
Gjethet e dafinës ndihmojnë në tretje dhe shmangjen e çrregullimeve të këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine mund të luftoni aciditetin e lartë të stomakut dhe të zgjidhni probleme të cilat lidhen me lëvizjen e çrregullta të zorrve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mund të sojnë edhe shpërbërjen e proteinave dhe rrjedhimisht edhe përmirësojnë më mirë organizmin tuaj, citoi studimi. Gjethet e dafinës janë një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Fitoushqyesit që gjenden me shumicë të gjethet e dafinës janë të fuqishëm. Ato janë një mburojë shumë e mirë kundër sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Këto gjethe përmbajnë substanca të vlefshme siç janë rutina, acidi kafeik e të tjera, të cilat do të ndihmojnë ndjeshëm në forcimin e shëndetit tuaj kardiovaskular dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Gjethet e dafinës janë fantastike edhe kundër problemeve të cilat lidhen me infeksionet dhe problemin e të ftohtit. Gjethet e dafinës kanë efikasitet kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit dhe të gripit. Në rastet kur vuani nga problemet të frymëmarrjes, zgjeni 2 ose 3 gjethe dafine në ujë. I lini të ftohen për të paktën 10 minuta. Zhyteni në një nap lëngun dhe më pas e përdorni në krah orë për të çliruar nga bllokimet e shkaktuara kryesisht edhe nga i ftohti, kolla dhe gjithashtu probleme të ndryshme të virozave. Çaji i gjetheve të dafinës mund të përbëjë një recetë të mirë kundër temperaturës së lartë. Gjethet e dafinës mund të përdoren gjithashtu si një lehtësues shumë i mirë edhe kundër problemeve të gjumit. Nëse konsumoni gjethe dafine në formën e çajit përpara fjetjes, do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj bën që të keni edhe një sistem më të mirë të frymëmarrjes. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të veshkave. Gjethet e dafinës mund të ndihmojnë ndjeshëm kundër infeksioneve në veshka dhe të lehtësojnë komplikacionet e tyre. Zgjeni 5 gram gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet të paktën 50 ml e tij. E kulloni lëngun dhe gjithashtu mund të shtoni edhe mjalt në këtë përbërje. E konsumoni të paktën 2 herë në ditë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Gjethet e dafinës janë shumë të mira edhe për shëndetin e lëkurës. Gjethet e dafinës do të largojnë stresin nga lëkura dhe parandalojnë edhe shfaqjen e njollave dhe të rrullave. Hidhni 5 gjethe të thata dafine në 2 gota ujë. Zgjeni lëngun në 2 minuta me një çajnik të mbyllur. Hidheni lëngun e zgjerë dhe mbani fytyrën sipër enës duke mbuluar kokën me një peshqir. Avulli do të jetë një lehtësues shumë i mirë i problemeve të lëkurës dhe do të ndihmojë në rigjenerimin më të shpejtë të tyre. Gjethet e dafinës janë fantastike dhe të mira edhe për sistemet tuaja tretëse. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretësi diuretik që ulin nivelin e toksinave nga trupi dhe reagojnë gjithashtu ndaj helmeve. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës do të ndihmojnë edhe me tretjen dhe qetësojnë stomakun e trazuar nga komplikacionet që i kanosen atij. Vaji i dafinës gjithashtu mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër problemit të mushkërive. Vaji i dafinës mund të përdoret në krah orë për të ndihmuar në problemet respiratore. Gjithashtu, gjethet e dafinës do të jenë fantastike për shëndetin e flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elementë të njohur të cilët reduktojnë irritimet në zona të caktuara që mund të jenë të ngarkuara nga artriti. Dafina do të ndihmojë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutinë. 2 elementë të cilët japin forcë së zemrës. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi juaj kardiovaskular. Dafina është një bimër shumë e mirë kundër ankthit dhe kundër problemeve të stresit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.